Përshëndetje miq të Rebel Station, rikthehemi pas një shkëputje sërish në një tjetër puntat të veçantë të Book Time. Tashmë prej kohësh dedikuar dhe rrethuar me miq të mirë të librave, qoftë vlogere librash, por pse jo edhe botuese në këtë rast. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në këtë puntat të Book Time edhe një shkrimtare që tashmë prej kohësh është bërë shumë e dashur me penën e saj për lexuesin shqiptar. Në këtë lidhje me Zoom, së bashku me mua do të jetë një shkrimtare që tashmë prej kohësh jeton në Chicago, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mirela Kanini. Përshëndetje Mirela, faleminderit që je me ne në këtë mbrëmje. Përshëndetje ju dhe faleminderit për ftesën. Përshëndetje të gjithë atyre që na ndjekin. Është kënaqësi për mua. Kënaqësi gjithashtu t'ju kem të ftuar në Book Time dhe kënaqësi që Book Time rikthen sërish një mikesh tashmë të Rebel Station, Anisa, e cila siç e njihni edhe nga puntatat e shkuara së bashku me mua në Book Time, ka blogun e saj të librave dhe edhe në Instagram lexo me Anisën, kështu që kemi diskutuar shpeshherë për libra të famshëm. Këtë herë ajo vjen së bashku me mua dhe Mirelën për të dhënë ato ndjesitë e saj si lexuese të disa prej librave më të suksesshme të Mirelës. Përshëndetje Anisa, mirë se rikthehesh në Book Time. Përshëndetje Kletja, përshëndetje miq të librit. Jam shumë e lumtur që ndodhem përsëri mes jush për të diskutuar për librat dhe këtë herë do flas akoma dhe më me zell sepse do flas për shkrimtaren time të preferuar me origjinë shqiptare. Është bukur në fakt që kemi shkrimtare dhe shkrimtar shqiptar që na përfaqësojnë denjësisht me penën e tyre edhe përtej kufive shqiptar, që na bëjnë krenar, sikurse jeni ju Mirela. Kështu që do të kemi kënaqësinë të flasim në mënyrë më të detajuar për dy prej librave tuaj të fundit, por sigurisht do të njihemi më tepër dhe me stilin tuaj, me atë që ju ka frymëzuar. Kështu që për gjithë ata që ende nuk ju njohin, dëshiroj që t'ju prezantojmë pak më tepër. Cilat kanë qenë ato fillesat, lloj letërsisë që ju ka shtyr të shkruani edhe në zhanrin që ju livroni, dhe si të gjithë ne në fakt besoj që keni pasur që prej fillesave tuaj ata shkrimtarët e preferuar që ju kanë frymëzuar. Cilat kanë qenë disa prej tyre? Po, është e vërtet, çdo shkrimtar së pari është lexues i mirë. Mendoj që në kohën që unë jam rritur në Shqipëri dhe që kam marrë formimin e parë nga literatura, kanë qenë kryesisht klasikët, sepse ka qenë pak e limituar letërsia, nuk është si sot. Sot për shembull ka çdo lloj zhanrash, çdo lloj librash, nuk ka censur, por megjithatë, edhe atëherë, domethënë ato klasikët janë shumë të rëndësishëm dhe janë thelbësor për të formuar jo vetëm si lexues, por edhe si shkrimtare. Do veçoja të gjithë ato me cilët unë jam rritur, Balzacun, Hugoin, Dumas, Tolstoin, edhe kur kam dalë jashtë, aq shumë e dashuruar kam qenë me këto libra, saqë kur kam dalë jashtë për herë të parë, më zhdukur shpesh si déjà vu. Sikur i njihja, sikur kisha qenë më parë në ato vende fal librave që kisha lexuar. Mendoj që këto kanë qenë librat me të cilët ne jemi rritur, kryesisht të gjithë shqiptarët që më kanë formuar. Unë kam filluar që në moshë të re të shkruanin, por atëherë nuk botova. Pastaj po në moshë të re jam larguar nga nga Shqipëria për në Amerikë. Edhe aty kam qenë, domethënë, duke u marrë me familjen, me shkollën, me gjërat e tjera të cilat kam arritur të punën, karrierën. Te tani erdhi momenti që unë të gjithat eksperiencën jetësore që kam akumuluar, erdhi momenti që ta ndaj me lexuesin nëpërmjet librave të mi. E dua të falenderoj Anisën, që është një lexuese shumë e mirë dhe shumë e dashur. Unë e vlerësoj shumë, sepse ajo i ka lexuar pothuajse të gjithë librat e mi, dhe kemi ndarë shpesh për shtypjet, dhe e vlerësoj Anisën dhe të gjithë lexuesit të cilët më ndjekin. Mirela është realisht një shkrimtare që na bën të ndjehemi krenar sepse tek gjithë librat e saj ka përmendur shqiptarët, trojet shqiptare, dhe është mirë sepse një nga librat e Mirelës ka kaluar kufit e Shqipërisë dhe kështu që do të na njohë dhe i gjithë bota. Ashtu shpresoj edhe
Ashtu shpresoj dhe në fakt në një lexuese amerikane të cilën unë nuk e njoh, por që ka shkruar diku në Amazon review-n e saj, pikërisht të kishte thënë që përveç librit që e kam shijuar, jam njohur me historinë e pak histori. Dhe histori këtu e ka fjalën për historinë e Shqipërisë. Për gjëra domethënë që kanë ndodhur këtu dhe që unë i kam ndërthuar në libër. Faleminderit Anisa. Mirela, cilat janë ato realitetet tona shqiptare që për fat të keq shumë plak vazhdojnë të na shoqërojnë në këto vite të gjata tranzicioni, jetojmë në një kohë moderne, në një botë që bëhet për herë më tepër globale, por duket se disa problematika të vjetra vazhdojnë të qëndrojnë me ne si shoqëri shqiptare pavarësisht se mund të jetojmë edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Cilat janë disa nga këto tematikat që ju pëlqen t'i prekni, t'i zhvironi në librat tuaj dhe që në fund të fundit besoni që i kanë bërë të suksesshme këto histori që ju shkruani? Po, pikërisht, librat e mi janë si të thuash psychological thriller, edhe kur është një thriller psikologjik, s'përthem është natyrën njerëzore. Natyra njerëzore është komplekse, edhe jo e ndërlikuar do thosha, por është më shumë nga formimi i natyrës njerëzore është ndikuar nga environmenti, nga habitati ku jetojmë, nga rrethanat, nga kushtet, nga njerëzit që na rrethojnë, zakonet. Dhe mendoj që ajo që më ka shtyrë mua më shumë është se martesat që kam ndeshur, marrëdhëniet në familje, tabut, edhe kjo është një problem që është shumë i vështirë dhe është i ndjeshëm në jetën tonë përditshme në Shqipëri, sepse shpesh kemi dëgjuar për gra që vriten, vajza të dashura, dhe kjo tregon që shkon direkt ke ajo që unë paraqes, domethënë në librat e mi, marrëdhëniet njerëzore, martesat e gabuara. Nuk është një formulë se kush është një martesë e vërtet, edhe kush është një martesë jo e mirë, por pikërisht duke u nisur nga mirëkuptimi, marrëdhënia, ndërthurja midis njerëzve, se si ata komunikojnë me njëri tjetrin, ajo tregon edhe kulturën tonë, sa duhet punuar shumë. Kjo gjë paraqitet në librin Mëkatet e zonjës Emma, që ka në qendër pikërisht një grua që edhe pse ajo është shumë e suksesshme në të ardhmen, fëmijëria e saj ka ndikuar në martesë, ka ndikuar në jetën dhe madje edhe në veprimet që ndërmerr në të kaluarën, në të ardhmen, përveç të kaluarës. Duke u ndalur pikërisht tek ky sukses, mund të japim pas zbuluar ndoshta për gjithë ata që ende nuk e kanë lexuar librin për t'ju lënë kuriozitetin, por disa detaje që lidhen me këtë libër, çfarë e bën kaq të veçantë dhe çfarë e bën lexuesin shqiptar ta dojë kaq shumë këtë histori dhe që është bërë kaq e suksesshme? Po, shumë lexues gjen vetveten aty në periudha të caktuara. Dikush e gjen veten tek fëmijëria e Emës, dikush ke adoleshenca, dikush ke pjesa e martesës, dikush ke pjesa kur ke tradhtia, dikush ke jeta e saj pas martesës. Domethënë, nëse njerëzit gjejnë diçka tek ajo, tek Ema dhe e personifikojnë veten me atë, kjo tregon se që Ema flet edhe në emër të tyre. Çfarë e bën të veçantë është vetë libri trajton dilemën më të madhe njerëzore, midis zgjedhjes midis paras dhe dashurisë. A mund t'i kemi të dyja? Nëse nuk i kemi të dyja, a mund të sakrifikojmë njërin për hir të tjetrës? Edhe kjo pa e hequr atë lexuesit, domethënë kuriozitetin për librin, është duke ecur në udhëtimin e jetës së Emës, ne njihemi me të gjitha alternativat, me problemet, peripecitë që ajo kalon, dhe na duket sikur e njohim. Shumë njerëz e paragjykojnë, shumë njerëz e duan, shumë njerëz e mëshirojnë, por prapë Ema mbetet një nga personazhet më interesante për lexuesit. Dhe jo vetëm shqiptar do thosha, tani ai është botuar edhe në Amerikë, edhe jo vetëm në Amerikë, në gjithë vendet anglishtolse. Do thosha në 200 vende përkatësisht të botës është i disponueshëm fan teknologjisë. Domethënë gjithë vendet ku ka internet, dhe është pritur shumë mirë. Për mua testuesi i parë dhe shumë i rëndësishëm ishte lexuesi shqiptar. Ata domethënë më dhanë mua mbështetjen e duhur, më dhanë përshtypjet e tyre dhe më mbushën me besim që ky libër do
do ishte i suksesshëm edhe për te i Shqipërisë. Dhe jo vetëm kaq, por na tregon ne se sa të ngjashëm jemi ne si njerëz, pavarësisht se Ema është shqiptare që është lindur e rritur në Shqipëri, por ka migruar në Amerikë, aty ka vendosur. Ajo do me thënë nuk është dhe aq ndryshe nga gratë e tjera të botës. Edhe pavarësisht nga problemet që ka, Ema prapë është një grua e fortë dhe ajo ja del, do me thënë, të dalë nga gjendja, si që janë të gjithë njerëzit. Ne kemi të metat tona, kemi dobësit, pikat tona të forta. Do me thënë, Ema është si thua një nga ne, dhe prandaj njerëzit e pëlqejnë librin, do thosha. Është realisht diçka shumë e bukur kur mund të lidhemi edhe her pas here të bëhemi njësh me personazhin, edhe si lexues. Duket sikur në një farë mënyre japim më tepër jetë këtij personazhi duke i shtuar dhe diçka nga vetja. Dhe duke u pozicionuar pikërisht tek lexuesi, dëshiroj të kaloj tek ti, Anisa. Një ndër ato përmbledhjet edhe ndjesitë më të bukura që kam parë në lidhje me këtë libër ka qenë pikërisht në blogun tënd në Instagram, në lidhje me librin Mëkatet e zonjës Ema. Cilat kanë qenë ndjesitë tua? Ndoshta pse e ke dashur këtë personazh dhe pse e ke marrë kaq për zemër këtë histori? Këtë libër, në fakt e kam blerë totalisht rastësisht, nuk e kam marrë si rekomandim ndaj askujt. Më pëlqeu shumë kopertina dhe sapo pash kopertinën në tërhoqje dhe mendova që ka diçka, nisë edhe nga titulli, ka diçka mbi moralin e femrës në këtë libër. Unë Mirela nuk e kam asnjëherë fare. E mora librin, e lexova dhe nëse më lejoni, dua të ndaj një fragment shumë të shkurtër, që ka shtyu dhe shumë lexues të tjerë, që të më pyesin cili është ky libër, më kanë shkruar pafund sapo e kam postuar. Atëherë fragmenti është: nuk ka ndjenjë më të frikshme se të kuptosh që je martuar me njeriu e gabuar, njeriu që nuk të njeh, që nuk të ka hyrë kurrë nëpër labirintet e shpirtit, të zhbiroj përmbajtjen dhe qenjen tënde. Ai nuk më njeh mua, nuk e ka iden çfarë pëlqej, çfarë urrej. Unë jam thjesht një trofe në koleksionin e tij. Ndaj miku im, nëse një ditë do të martohesh, martohu me atë të cilën kuptohesh dhe bën biseda të gjata, sepse ajo është çfarë do të bësh më së shumti gjatë jetës. Sapo kam postuar këtë fragment në story, rreth në mos gaboj, tek numri ka qenë 30 faqe të ndryshme nga lexuesit që më kanë shkruar direkt se cili është ky libër. Në të vërtetë, Ema këtë trajton. Na vë para një pyetje, pra nëse duhet të zgjedh në jetë luksin, paran apo dashurinë. Dhe kjo më shtyu shumë për të shkuar deri në fund të këtij libri. Libri nuk ka shumë volum dhe lexohet lehtësisht brenda pak ditësh, por që Mirela ka një mënyrë të shkruarit shumë të qartë, mesazhin e jep qartë dhe mjaft shkurt. Dhe këto janë libra që ne kërkojmë sot, sepse personalisht mbase një libër e lexoj në shtëpi, por e marr me vete në çantë dhe për në punë, dhe nëse libri ka pak volum do më kufizonte. Ama Mirela shkruan mjaft shkurt, nuk na ngarkon fare dhe jep mesazhe shumë të qarta. Prandaj e kam dashur shumë penën e Mirelas. Ky ishte libri i parë, pastaj kam lexuar edhe libra të tjerë, edhe që të tjerët përsërish shfaqen të shkruar shumë shkurt, ama mjaft qartë. Kjo është një cilësi shumë e mirë e Mirelas. Faleminderit shumë. Vjen direkt nga lexuesit, është kënaqësi e jashtëzakonshme për mua. Të falenderoj. Në ndonjëherë volumi që mund të ketë një libër, sado i bukur që të jetë, nga bisedat që kam bërë me miqtë e librit, kam kuptuar që na tremb. Sado i bukur të jetë libri, volumi zakonisht na tremb. Kur gjen libra të vegjël, ama që janë aq të çmuar, janë siç kemi gjetur ata margaritar të çmuar, janë realisht shumë të mirë. Prandaj dhe Mirela na ka dhënë këtë mundësi, na ka krijuar mundësinë që të lexojmë libra të mirë, ama të shkruar shkurt. Faleminderit. 200-240 faqe ato janë, domethënë, volumi. Janë libra të shkurtër. Por nëse do t'i bënim një analizë, besoj që këto libra kanë nevojë që t'i shtosh diçka. Domethënë çdo gjë është në rregull, çdo gjë është shumë e qartë, nuk ka nevojë domethënë që t'i shtojmë diçka faqe të tjera. Dhe pikërisht e kjo doja të ndalesha sepse fragmenti që ti sapo ke ndarë me ne, Anisa, është diçka që
sigurisht na prek të gjithëve dhe besoj jo vetëm që njën tonë si femra, por gjithë femra dhe meshkuj bashk. Kështu që ju përgëzoj pafund Mirela sepse në një paragraf kaq të shkurtër është e gjitha filozofia e jetës, e gjithë filozofia e një marrëdhënieje të suksesshme dhe ajo çka na bën të lumtur, qoftë në një lidhje miqësie, por qoftë në një lidhje romantike edhe në një martesë, sepse sigurisht që komunikimi është baza e gjithçkaje dhe të mund të flasim në çfarë do lloj moshe me partnerin apo partneren tonë është gjë më e rëndësishme, ajo çka mund të ndajmë dhe sigurisht që është një pjesë e madhe e lumturisë dhe prandaj besoj ashtu sikur tani sa thash një ndër gjërat që e bën edhe suksesin e këtij libri kaq të madh e besoj që lidhet drejt për së drejti me anën tonë shpirtërore, ndoshta edhe ato gjërat që ne i shehim shumë thellë brenda vetes, por për të cilat kemi shumë nevojë të dëgjojmë edhe të lexojmë në fund të fundit. Po, pikërisht, edhe ashtu më zhdukur dhe mua kur kam folur nëpërmjet emës, sigurisht që shkrimtarët kur flasin mes personazheve japin dhe këmbë vështrimet e tyre, derdhin dhe shpirtin e tyre, gjërat që ata mendojnë që ata nuk unë dhe shumë shkrimtarë të tjerë përpiqemi të mos mbajmë anë të askujt, të jemi neutral, sepse ashtu nxjerr më mirë mesazhin, por është pikërisht ajo domethënë që edhe mendimet e mia që kanë dalë atje dhe unë nuk flas nëpërmjet emës, flas jo vetëm për të shprehur ato që unë mendoj është problem ose që ka vend për të rregulluar, për të punuar me veten, me shoqërinë që na rrethon, se sa më shumë kulturohen njerëzit, aq më shumë bëhen mjeshtra të komunikimit pastaj me njëri tjetrin. Unë flas edhe për të gjitha ato gra që nuk kanë zë ta thonë, ato që siç thatë ju që sekretet e brendshme, ato që nuk kanë rrugdalje, ato që nuk kanë mundësi të flasin. Në fund fundit shkrimtari thotë ato që të tjerët nuk e thonë dot. E vërtet e ka armë më të mirë për ta bërë këtë penën e tij edhe një libër që mund të jetë shumë i fuqishëm dhe që sigurisht mund të ndryshojë jetë. Nga ana tjetër, ne të gjithë kemi lexuar dhe hasur shpeshherë edhe nëpërmjet internetit disa quotes apo thënie shumë të famshme, duke ditur që si për çdo krijim, edhe për shkrimtarët, librat e tyre janë si ato krijesat, si fëmijët e tyre dhe sigurisht që nuk dinë se si t'i ndajnë njëri nga tjetri. Këtë parapëlqejnë apo të thonë se cilin duan më shumë apo cili ju ngjan më shumë në fund të fundit, por duke pasur parasysh librat që ju keni botuar deri më tani, tek cili në një farë mënyre do të përzgjidhni që mishërojni më tepër apo pasqyrojnë më shumë ato këndvështrimet tuaja, ndjesitë, vetvetja, rritja juaj në këto vite apo edhe si shkrimtare dhe si profesioniste, si grua, si nënë në fund fundit. Do thosha që libri më i dashur bëhet gjithmonë ai që pëlqejet më shumë. Në një farë mënyrë, sepse të duket sikur pikërisht ai libër është që të ka lidhur me lexuesin, që ka përcjell mesazhin që njerëzit e kanë ndier edhe Mëkatet e zonjës Ema është një nga librat që vërtet unë kam marrë dhe vazhdoj marrë mesazhe të panumërta. Është pëlqyer, fatmirësisht, më vjen mirë që është pëlqyer dhe vazhdon të pëlqejet. Sot do thosha që deri diku e gjej veten, sidomos në pjesën e fëmijërisë, mendimet e mia, përshtypjet janë patjetër si e shikoj unë jetën. Pak a shumë del, domethënë edhe në paragrafe, në citate, në quota, që them ato quota domethënë janë të mia, sigurisht. Një libër tjetër i dashur që mendoj që dhe aty e gjej veten pak a shumë ndoshta si femër është edhe Trafikanti, edhe pse është temë që nuk ka lidhje me direkte. Do ndalemi vetëm pas pak konkretisht te ky libër. Po dhe ai libër domethënë dhe më duket sikur po gjithashtu dhe librat e tjerë, dhe tek Makimi Mellonve, dhe tek Klienti, kudo, unë jam kudo, fakt domethënë në çdo libër sigurisht. Por për personazhet se si i krijoj, libri në fillim është tamam është si fëmia që ti e mban brenda vetes, derisa rritet dhe vjen momenti i pjekurisë, momenti i duhur kur ti i jep jetë. Ashtu është janë dhe librat për mua, janë të gjithë të dashur, të gjithë kanë të njëjtën vlerë, të njëjtën vlerë emocionale tek unë, sepse janë
shkruar me ndjenjë, kanë përcjell diçka, janë marrë kryesisht, ndoshta vërtet janë libra fiktiv, por personazhet janë krijuar duke marrë atë, si thua, ndezjen nga realiteti, nga ngjarje që unë kam dëgjuar këtu atje. Dhe ka gjithmonë diçka të vërtet në çdo libër. Është për diçka shkak që fantazia ime të punojë dhe t'i kthej pastaj në fiction, duke marrë parasysh pastaj dhe atë ndërthurjen psikologjike, domethënë me problemet që kemi, me si shoqëri, si në përgjithësi, edhe duke ndërthurur këtë me marrëdhëniet tona shpirtërore, emocionale, duke vënë gjëra të ndryshme që ta bëj sa më interesante. Duke qenë se kam kënaqësinë dhe të kem privilegjin në këtë bisedë një shkrimtare, nuk mund të le pa shfrytëzuar këtë rast. Shpeshherë ne dëgjojmë këtë dhe kemi lexuar edhe nga shkrimtarë shumë të mëdhenj botror. Më shoni këtë kuriozitet, Mirela. A ju ndodh ndërkohë që shkruani që ju keni një lloj mendimi apo fillit se si personazhi juaj do të ecë, por ndërkohë duke shkruar gjatë librit ky personazh fillon të ketë logjikën e tij, jetën e tij, në një farë mënyre rebelohet ndaj vetë krijuesit dhe është ai që e shkruan historinë, dhe jo ashtu sikur se shkrimtari ka menduar nga fillimi deri në fund që në fillim. Po, patjetër. Ajo më ndodh shpesh dhe mendoj që jo vetëm mua, që domethënë rëmbehesh edhe ne të gjithë kemi të mirën dhe të keqen, të bardhën dhe të zezën në vetvete. Por një moment aq shumë rëmbehem nga pasioni për ta nxjerrë sa më të vërtet atë personazhin të cilin kam ndërduar, saqë më duket sikur jam një me atë. Edhe po, është vërtet. Ndonjëherë dal nga vetvetja dhe jam komplet personazhi. Ndonjëherë më ndjek me vete, domethënë kudo që shkoj në mendimet e mia, jetoj në periudhën që jam duke shkruar të libër, si thua, jam komplet e rrëmbyer, jetoj me atë personazh në vendet që shkoj dhe ndonjëherë i fus nëpër libra, shumë udhëtime për shembull që un kam bërë, kam pasur fatin të udhtoj ose të jem në vende ndryshme, i kam futur nëpër librat e mi because për këtë arsye dhe e kam parë personazhin tim si do ndihesh ajo nëse do ishte këtu, ose nëse jeta e saj do ishte kështu, ose po sikur jeta ime të kishte marrë këtë rrjedh. Të gjithë njerëzit kanë dilema dhe kjo nuk më përjashton as mua. Ndërkohë ndalemi tek një sukses i radhës, shumë i dashur, që e di që dhe Anisa e do shumë në fakt, tek një tjetër libër i juaj shumë i suksesshëm, Trafikanti. Cila është historia që e bëri një sukses më vete këtë libër, kudo, edhe çfarë e bën kaq të veçantë? Përse lexuesi shqiptar e deshi kaq shumë këtë libër? Ju pyes ju si shkrimtare dhe pastaj sigurisht edhe Anisa si lexuese, sepse një ndër sugjerimet më të dashura, ndoshta edhe më të trumbetuara në blogun e Anisës ka qenë ky libër, me sa kujtoj unë. Faleminderit, Anisa. Po, Trafikanti, zakonisht shkrimtarët kanë një libër, domethënë që është më i miri. Dhe unë u surprizova kur që nga editorit, kur e morën në duar librin, që më thanë ky është libri më i mirë që ke shkruar deri tani. Dhe pastaj lexuesit, një ndër to dhe Anisa. Trafikanti u bë direkt shumë i dashur, për arsyen sepse temën që trajton. Në qendër ka një djalë të përfshirë në trafik droge. Titulli është e jep, si thua, komplet atë. Por është çfarë e bën të veçantë është sepse ne nuk kemi të bëjmë këtu e nuk ndalemi ke, si thua, pjesa ordinere ose pjesa vetëm kriminale, pavarësisht se aty është shumë e qartë dhe shumë duhet të ishte në libër të këtij djali. Por ka të bëjmë më shumë me atë pjesën, si thua, duket sikur marrim anën e tij, por nuk është ajo që del në libër, është neve, si thua, simpatizohemi me ato që e ka detyruar këtë djalë që ka qenë në mes të një udhkryqi dhe ka marrë pa dashje, domethënë, drejtimin e gabuar. Prandaj dhe i bën Trafikanti është një temë që na ka prekur, dëgjojmë çdo ditë, në mos njerëz që i njohim personalisht, të gjithë njohin dikë që është i përzier ose që ka
familjar të ndërthurur në këtë lloj biznesesh dhe më ka ardhur shumë keq ku kam studiuar fakte për këtë libër, më ka ardhur shumë keq ku kam parë raporte domethënë të UN-it ose janë në internet domethënë janë për të gjithë, jo vetëm për mua, se sa shumë djem shqiptar bien pre dhe jo vetëm shqiptar dhe ballkanas bien pre e kartelëve drogës, rekrutohen nga ata. Dhe duke ndërthurur sigurisht nga ana psikologjike janë përpjekur të shtjellojë që pse ndodh kjo. Dhe që ta bëj këtë sa më të qartë, më duhet të vija 2 personazhe. Çfarë bën më interesante është një histori e pazakonshme dashurie. Unë kam vënë përballë trafikantin Alenin, personazhin i cili është një djalë i rritur në Shqipëri, por që ka marrë drejtimin e gabuar, domethënë, ai i ka hyrë rrugës së drogës dhe bëhet trafikant. Ajo nuk e ka iden për historinë e errët të kaluar të tij, dhe kjo domethënë përplasje e bën shumë interesante. Fundin nuk do doja t'ja heq kuriozitetin, por është libër realist. Çfarë e bën tërheqës është se kam futur gjëra atje dhe fakte të cilat pothuajse nuk ekzistojnë, janë shumë të rralla për t'u gjetur. Kam punuar shumë të mbledh këto fakte. Dhe kjo e bën disinë më interesante, se të gjithë kemi parë filma, libra për doja që të ishte diçka ndryshe, jo diçka që e kemi parë dhe një tjetër film droge ose libër droge i radhës, E vërtet. Besoj që të mbetet gjithë kënaqësia për të derdhur ato ndjesitë tua, Anisa, në këto momente. Çfarë ke ndjerë ndërkohë që ke marrë në duar dhe ke lexuar librin Trafikanti? Unë di në fakt që të kalon pa fjalë dhe që ke shijuar pafund, kështu që është momenti yt. Pasi lexova Mëkatet të zonjës Ema, pata fatin, realisht fatin e madh më saktë që të njoh Mirelën dhe kemi biseduar shkurt, kemi zhvilluar biseda dhe më të gjata për tema nga më të ndryshmet dhe kam vënë re që dhe them me bindje që Mirela është një person shumë pozitiv. Dhe në këtë libër, tek Trafikanti, Mirela ka derdhur gjithë shpirtin e saj, sepse është munduar që trafikantin të na e paraqes si një person pozitiv. Dhe të vërtet, Mirela e shpjegon mjaft qartë që Alani ishte i detyruar ta merrte këtë rrugë. Pra ne nuk jemi në këtë libër për të njohur anët e negative të Alanit, Mirela është munduar që ta nxjerrë person pozitiv dhe në të vërtetë ai ishte i mirë. Por mendoj që në këtë libër Mirela ka derdhur gjithë shpirtin e saj. E kam rilexuar aq shumë, sepse më ka pëlqyer aq shumë dhe lexoj her pas here sepse është shumë i bukur. Dhe ky është një libër i shkruar shkurt, mjaft qartë dhe përsëri përmendim trojet shqiptare, përsëri përmendim shqiptar. Është edhe diçka që mua më ka shtyrë më shumë për ta marrë këtë libër, është se më pëlqejnë shumë këto librat me gangstera, pavarësisht se siç e thash më parë, këtu nuk jemi për t'i parë anët negative, këtu ndjerret person pozitiv Alani, por më pëlqejnë shumë këto librat. Dhe vetëm nga vetë titulli më bëri që ta merrja direkt. Në mos gaboj, është botuar 2 apo 3 ditë para panajirit të librit dhe ka qenë libri i parë që mora në panajirin e vitit 2021. Dhe s'më shkënjeu, lexoj her pas here pa diskutime të thënie që ka çdo libër që ne lexuesit i nënvizojmë, je realisht thënie me shumë vlerë që edhe na ka ndihmuar në jetë. Prandaj e rilexoj dhe e sugjeroj shumë. Faleminderit shumë për përshtypjen. Në fakt, Mirela ka përmendur në fillim të bisedës që stili i saj i afrohet shumë thrillerit psikologjik. Është diçka që tashmë në çdo zhanër, qoftë në kinematografi, por edhe në letërsi, është shumë në modë. Pëlqet shumë nga shikuesit, nga lexuesit dhe kam parasysh këtu lexuesit duke folur edhe për ty, Anisa, që ky është një ndër zhanret e tua të preferuara. Përse ne, qoftë si shkrimtar, si krijues, por dhe si lexues dhe teleshikues, e duam ka shumë të zhanër, çfarë na bën të qasemi dhe ta duam ka shumë një thriller psikologjik në fundet? Sepse thrilleri psikologjik është në gjendje të futet thellë në shpirtin tonë, të prekë emocionet tona, dhe ne ndjejmë emocionet e personazheve njësoj sikur të jemi ne ata.
pikërisht nga kjo mënyrë. Për shembull, nëse dikur ka qenë se dhe letërsia ka rrymat e veta dhe fillon ndryshon ose fillon domethënë ka ato fazat e veta, dikur kanë qenë përshkrimet, mendoj unë, të stërzgjatura dhe njerëzit i pëlqenin ato, kurse tani siç e pat dhe ju nëpërmjet Anisës dhe nëpërmjet shumë lexuesve, tani preferohen libra që si thua nuk zgjaten, nuk merren shumë vetëm me natyrën dhe me këto, por merren më shumë me individin, me personazhin, me personin, me pjesën e brendshme të tyre, sepse atje ne ose gjejmë veten, ose gjejmë përgjigjet tona për gjërat që ndodhin në jetë dhe sa më afër realitetit jetësor të jenë këto lloj përshkrimesh dhe këto lloj zbërthimesh psikologjike, aq më të dashura, aq më të ndjera bëhen për lexuesit. Këtë mendoj unë. Në fakt për iku, sepse doja të shtoja të thoja tek libri Trafikanti, doja të thoj që ka përshkruar mirë, e ka nxjerr person pozitiv, aq shumë Alanin, sa që na bëri që të dashurojeshim me Alanin. Madje kam pas postuar në story një video ku kam përshkruar librin, sepse nuk dilte hapësira për një postim për ta shkruar gjithë përmbledhin, gjithë përshtypjen time rreth i libri. Ishte një pyetje që ja drejtova vajzave bishare pa diskutim, nëse në jetë do të pranonin në jetën e tyre një trafikant si Alani, një person që i donte shumë, ama që ishte i përfshirë në trafikun e drogës. Është realisht një libër shumë i bukur, më ka pëlqyer pa. Çfarë të bën ti duash kaq shumë personazhet e Mirelës tani sa? Duke folur kështu në prizmën e lexuesve. Mirela trajton tema aktuale. Këtë kemi nevojë ne të dimë sot. Pa diskutim që mund të na tërheqë historia ose shkenca. Personalisht, më pëlqen edhe historia dhe shkenca, por libra thriller psikologjik janë tema aktuale. Dhe Mirela këtë ka trajtuar. Shumë djem me origjinë shqiptare, që unë kam pas fatin edhe të njoh nga afër disa prej tyre, kanë migruar dhe janë bërë trafikantë droga, ose më saktë janë ngatruar me gjëra të jashtëligjshme. Disa kanë arritur të dalin, disa janë zhytur thellë dhe nuk kanë arritur të dalin më siç ishte dhe Alani, trafikanti, subjekti ynë. Por tek mëkatet e zonjës Ema përsëri trajtohen çiftet, problemet që kanë çiftet, dashuria që ndodh, që ekziston mes çifteve të martuara, një realitet. Prandaj më tërheqin shumë, ne kemi nevojë të lexojmë realitete, gjëra që do të na ndihmojnë mbase, sepse lexuesi gjen edhe veten tek një libër, lexon edhe historinë e tij, lexon edhe problemin e tij, dhe mendoj që disa shprehje nga këto libra edhe të ndihmojnë. Janë si ato këshillat e mira dhe të buta. Prandaj kemi nevojë të lexojmë këto libra sot. Faleminderit. Në fakt, duke u ndalur tek një prej librave tuaj më të suksesshëm, Mirela, Mëkatet e zonjës Sema, që tashmë ka erdhur edhe në gjuhën angleze, është pritur shumë mirë, sikurse ju e tha, duke kaluar kështu përtej kufive, kulturave dhe kulturës të Shqipërisë, të vendit ton. Ju e thatë dhe prekët pak, edhe Anisa e preku pak nga ana e lexuesve se çfarë ka bërë këtë libër kaq të suksesshëm. Nga ana tjetër dëshiroj të ndalem tek diçka tjetër, një sfidë sikurse është sjellja e një libri i shkruar fillimisht në gjuhën tuaj amtare, në shqip, dhe pastaj i ardhur edhe në gjuhën angleze. Si ka qenë kjo sfidë? Si ka erdhur dhe ka ecur ky proces deri në botimin e librit Mëkatet e zonjës Sema edhe në gjuhën angleze? Po, në fillim, po flas për pjesën kur e dërgova në Shqipëri. Por ne që jetojmë jashtë shtetit, është pak më e vështirë, nuk e kemi mundësitë që të thuash të bëjmë marketing. Është largësia, janë shumë gjëra, nuk njohim shumë njerëz atje. Unë kam ikur prej 27 vitesh dhe më kanë ngelur vetëm domethënë familjar dhe jo të afërmit, familjar, flasim xhaxhai, halla, që nuk kanë kohë të merren me gjërat e mia. Por editorja ime, Natasha Pepivani, jo vetëm që ishte mbështetëse e shpizbutuese Albas, por ajo ishte, si thuash, e para që më tha që ky libër është bombë, keni shkruar një libër bombë. Edhe kjo më dha shkak, domethënë. Pastaj ishin lexuesit. Procesin ajo ma bëri shumë të lehtë. Ishte shumë precize, domethënë jam shumë e lumtur që kam bashkëpunuar me atë dhe për librat në vazhdim. Ndërsa në Amerikë është ndryshe. Në Amerikë
duhet jo të aq ndryshe sa që është në Shqipëri, gjërat janë precize, duhet të kesh patjetër së pari të aprovohesh për libra që do shkruash. Ata mbasi e pan, mbasi e lexuan, të përkthyer, ajo ishte pjesa më e vështirë, përkthimi, editimi, që ta përshtasësh se duhet ajo lingo, që ta përshtasësh nga shqipe në anglisht të ketë sens, për shembull, traditat tona, zakonet tona, pavarësisht se nuk është vetëm në Shqipëri, libri është edhe në Amerikë, domethënë. Personazhet e mia janë gjithmonë në Shqipëri dhe në Amerikë, kam bërë kastile këtë gjë me qëllim të caktuar që si thua ta sjell Shqipërinë tek bota. Që në fillim kur e kam shkruar me këtë mendim që një ditë libra do të botohen në anglisht dhe unë do thuash, si thuash, do jem ambasadore e shqiptarëve dhe e Shqipërisë. Që ta bëj të njohur. E kam ndjerë gjithmonë si një obligim, si një dëshirë të madhe. Këtë gjë dhe jam shumë e lumtur që e arrita qëllimin. Libri u aprovua nga shtëpia botuese. Madje jo vetëm një, po ishin disa që kërkonin ta bënin dhe isha unë ajo që bëra zgjedhjen. Dhe që ande procesi vazhdon, domethënë, edhe vazhdon të shitet. Kudo. Her pas here lexuesit, edhe pse vetëm 1% e lexuesve që lexojnë libra marrin mundimin të shkruajnë review. Ka marrë domethënë review shumë të mira dhe ka vetëm 1 apo 2 muaj që ka dalë. Dhe urojmë që ky sukses të vazhdojë edhe të vazhdojë të kapërcej kështu edhe kufi të tjerë shtetëror. Por për gjithë lexuesit që tashmë ju duan shumë nëpërmjet gjithë librave që ju keni botuar deri në këtë moment, duan të dinë më tepër çfarë është duke ndodhur, çfarë mund të presin në të ardhmen, ndoshta çfarë lloj historie mund të presin, edhe a mund të zbuloni diçka më tepër në lidhje me atë që do të vijë në të ardhmen? Po, unë e kam thënë këtë, domethënë nuk është dhe aq sekret, se e kam thënë së pari në një intervistë për një gazetë kosovare. Këtë radhë, librin që kam ndërduar, kam ndërmend të prek religionin. Dhe kjo është një tjetër arsye. Bota është, domethënë ne kemi disa religione, Shqipëria ka disa religione, ne kemi martesa të ndërthurura midis tyre. Dikur nuk ka qenë aq problem sa që është bërë sot, është bërë çik më sensitive. Dhe përsëri do vë personazhe që janë nga religione të ndryshme ose diçka e tillë, domethënë. Ky do jetë libri, sigurisht një histori dashurie nga ato të jashtëzakonshme. Është gjithmonë një çelësi ky. Është tashmë stili im ai dhe kam parë që i tërheq lexuesit ajo gjë. Dhe më pëlqen dhe mua të shkruaj ato gjëra. Kjo tregon që domethënë më tërheqin dhe mua së pari. Është e vërtet. Sepse kemi nevojë të duam atë që bëjmë në fundit. Patjetër. Gjithashtu jam në proces duke përkthyer Trafikantin, dhe ai do dalë së shpejti. Kur them së shpejti do të marrë disa muaj, ndoshta nga vera ose nga vjeshta e këtij viti, do të dali përsëri në anglisht dhe në shumë vende të botës. Ju uroj realisht shumë suksese me gjithçka që jeni duke bërë, jo vetëm në fushën e letërsisë, por në gjithçka në cilën ju veproni në përditshmërinë tuaj, dhe urojmë të vazhdojmë të marrim histori të jashtëzakonshme. Ju uroj shumë suksese në këtë mision tuaj, kurse ju e thatë për të qenë një ambasadore e kulturës shqiptare, edhe e gjithçkaje që na rrethon, pse jo duke qenë një ambasadore e denjë për të treguar që shqiptarët mund të jenë ndryshe, jo vetëm në atë spektri negativ që her pas here jemi njohur nëpërmjet historive, por edhe si njerëz të ndershëm, edhe si njerëz që kemi histori të mira për të treguar. Po, faleminderit. Ajo që është më tepër e rëndësishme dhe që mendoj unë që na mungon pak në shqiptarëve, kur flasim me përçmim për njëri tjetrin. Librat e mi tregojnë pikërisht atë gjë që ne nuk jemi as më të mirë as më të këqij se bota, nuk jemi ndryshe nga të tjerët, dhe kemi të gjitha mundësitë për të integruar, sepse kur na është dhënë kjo mundësi, e kemi treguar. Dhe kjo del kryesisht në librat e mi. Domethënë, unë i kam vënë ato shqiptarët baraz me njerëzit e tjerë. Dhe më pëlqen që botat na shohin ashtu e shoh unë veten, ashtu i shoh unë
bashkëdhetarët e mi. Dhe ashtu duhet ta shohim dhe ne veten tonë. Si të barabartë, si ndoshta fati nuk ka qenë shumë i mirë, dhe shumë dashamirës për ne, dhe prandaj dhe ndodhin ato që ndodhin, por shpresoj me kalimin e kohës, nëpërmjet kulturës, nëpërmjet gjërave të ndryshme të integrohemi dhe të arrijmë aty ku duhet. Dhe arti është një ndër mënyrat më të mira për ta bërë këtë, kështu që besoj ju jeni duke kryer shumë mirë misionin tuaj. Ka qenë një bisedë shumë e ngrohtë, vetëm me një shkrimtare, por gjithashtu edhe me një lexuese të librave tuaj. Shpresoj që ta keni shijuar po kaq sa unë dhe shpresoj që t'ju kem gjithashtu në puntata të tjera të Book Time. Ishte shumë kënaqësi që ishim të treja. Ju falenderoj për gjithçka që kemi ndarë në këto minuta. Faleminderit, kënaqësia ishte imja, ju falenderoj të gjithë lexuesit e mi përshëndes, kudo që janë, dhe uroj gjithë mirat, dhe ju suksese në punën tuaj. Faleminderit dhe ju Anisa, lexuesja më e mirë. Faleminderit Mirel, faleminderit Kletja që isha mes jush. Për mua gjithmonë kënaqësi që të bëj biseda për librat, qofshin për Mirelën apo për çdo shkrimtar, sepse librat personalisht I kam si shok shumë të mirë madje, dhe për gjithë lexuesit, unë ju sugjeroj, ju jep një sugjerim shumë të madh për librat e Mirelës, preken tema aktuale. Ne nuk shohim njerëz që, ose në saktë nuk shohim një shkrimtare e cila përpiqet që të gjejë vetëm të meta tek njerëzit, shohim një shkrimtare e cila shumë shkurt jep mesazh shumë të qartë. Prandaj ju sugjeroj shumë këto libra, veçanërisht Trafikante dhe Mëkatet e zonjës Emma. Faleminderit. Kemi mbritur kështu në fund të bisedës tonë, shpresoj që të kem sërish pra në bisedat të tjera që kam thënë pak më parë, por I kemi shijuar pafund këto minuta, shpresoj që të kenë qenë minuta shumë të këndshme dhe për gjithë ata që kanë qenë duke na parë dhe duke na dëgjuar në Book Time.